Përshëndetje miq dhe mirë se vini në Zërat e Ilirides. Ka njerëz që historitë e tyre i tregojnë me fjalë. Ka të tjerë që bëjnë atë me fotografi. Dhe nga shumë të rrallët, bëjnë të dyjat. Sot me neve është Mimoza Veliu, autore dhe fotografe e vendosur në Berlin. Ajo ka vite të tëra që ka shkruar dhe ka fotografuar motive mbi rrënjët dhe identitetin. Sot ne së bashku do të flasim mbi një temë shumë të vështirë. Pra, për ndjenjen ku largohesh nga vendlindja dhe për atë që lëm pas. Mirë se vjen Mimoza. Arber të përshëndes, mirë se të gjej, dukesh bukur, leksohem shumë që i fuzemi kësaj bisede që të jetë shumë e këndshme besoj. Sa kohë ke që jeton këtu në Gjermani, Mimoza, dhe pse erdhe në Gjermani? Si lindi motivi për të ardhur këtu në Gjermani? Janë gati 23 ose 24 vite për qëllime studimore. Unë kam studiuar 2 vite juridikun në Universitetin e Tetovës. Kam qenë gjenerata e parë e juridikut në Tetov. Dhe vazhdova këtu në shkencat politike në Universitetin e Lirë të Berlinit. Mi po kisha vështirësi me gjuhën sepse isha e befasuar se sa shumë donte kjo gjuhë nga ne që e mësoni nga fillimi dhe e pash arsyeshme për të mos humbur kohë të merrem me një profesion që ka të bëj më pak me gjuhën, por më shumë me talentin që ken. Kështu që mundësia më dha të merrem me fotografin, sepse aty shfaq ndjenjat e tua pa pasur nevojë të zgjegosh. Kështu erdha me fotografin edhe në lidhje profesionale. Kam 15 vjet që edhe shtroj këtë profesion edhe profesionalisht. Mirë po, profesionalisht do të thotë në shumë të në rasteve kalon pak nga shpirtërorja tek ajo jo shpirtërorja. Do të sa më profesional që të bëhesh, aq më shumë largohesh nga thelbi i artit. Dhe në këtë moment në të cilin flasim, kam përshtypje që po i rikthehem pas 15 vjet profesionalizëm, po i rikthem shpirtënisë art që mban në vete. Do më thonë nga, si që themi këtu në Gjermani, dienstleisterish, që nuk di ta përkthej në shqip, ndoshta mund të më ndihmosh Arber. Shërbim. Nga shërbimin në pasionin e fotografisë. Do më thonë, rrugtimi im është vërtet i çuditshëm sepse fillova me pasion, e kalova në shërbim, për t'ju kthyer sërish pasionit, për të bërë vetëm atë që mua më pëlqen të bëj me fotografin. Dhe jo me atë çfarë duhet për klientët. Ti fole pak për periudhën në fillim se sa vështirë ishte integrimi yt ose jeta këtu në Gjermani si fillestare, si studente fillimisht. Si ishte përvoja e parë me Berlinin? Ishte e bukur, ishte vetëm e vështirë apo një miks i të dyjave? Unë vi nga Tetova dhe kam konsideruar Tetovën gjithmonë si një vend i vogël. Megjithse është i madh në fakt si qytet, ka 2 universitete, po përgjithësi kam menduar se vi nga një vend i vogël. Dhe prandaj kishte shumë të rëndësishme të jem në një qytet të madh. Dhe Berlini është një qytet i madh, në kuptimin kryeqytet, dhe si një kusht i vetëm që i vëra vetes, do të thonë që në qoftë se jam në Gjermani do jem në kryeqytet. Kryeqyteti ka të mirat dhe të këqijat, varësisht nga faza e jetës në të cilin gjendesh. Është qytet shumë i bukur për studentët, është qytet shumë i bukur për ata që e takojnë për herë të parë. Mirë po, kur i bën 10 vjet këtu,
sigur ken dëshirë t'i largohesh një qik. Është gjurma, është lëvizja nga të cilat ti ke mjaftueshëm në jetën tënde dhe e kërkon atë e cila tani të mungon, domethënë kthimin në origjinë, sepse origjina jon është qetësia, origjina jon e të gjithëve është të kemi një jetë sa më komode. Duket shumë mirë plani për të larguar nga zhurma e qytetit. Flasim edhe pak për të kaluarën. Si ishte plani kur erdhe këtu në fillim në Gjermani? Ishte plani që në fillim që të jetoje gjatë këtu, tani shumë vite, apo ishte plani të kthesh sërish në Maqedoni? Në fakt, në fillim, një gjë e kam lidhur që një do kthehem në Maqedoni. Mirë po, se do mbetem vërtet në Gjermani, këtë nuk e kam planifikuar, por edhe këto gjëra edhe nga njerë nuk mund të planifikohen. Sepse ne si zakonisht e kemi një qëllim për një periudhë, për shembull për 10 vjeçin e ardhshëm. Unë nuk njoh njeri që ka një plan për 30 vitet e ardhshme. Edhe kur gjendesh brenda këtij plani që ke për vetveten, dhe pastaj ky të mban. Kështu ndoshta ndodh me shumicën nga ne që adaptohemi në një situatë, në një ambient, edhe e bëjmë si shtëpinë tonë. Edhe unë e kam bërë Berlinin dhe punën në të cilën merrem si shtëpinë time, të cilën për momentin kam vjen që nuk doja ta ndryshoja. Zakonisht jam gjithandej dua të shoh çdo cep të botës. Mirë po, kam gjithmonë kudo që jam, kam frikën në Berlin. Padyshim Berlini është një vend shumë frymëzues si qytet, me siguri edhe për ty në fillim ku erdhe këtu në Gjermani. Ti tregove pak se si fillove me fotografinë, me që ka një gjuhë universale fotografia vet, e nuk duhet të flasësh gjermanisht për të shprehur ndjenjat dhe emocionet dhe atë që don të komunikosh me publikun. Por cili ishte për ty momenti, nëse ishte vetëm një moment, kur the se nga sot do bëhem fotografe? Kur kam ardhur në Gjermani, vetëm se kisha përvojat e mia të para me fotografinë. Unë kujtoj periudhën kur u hap këfiri drejt Shqipërisë dhe ky vend që ishte atëherë akoma më i paprekur, ishte shumë i bukur dhe unë kisha një kamerën time në dorë dhe fotot e para janë bërë atje, në lumin Vjosa, në jug të Shqipërisë, Ksamili, e këto, sado që nuk është lëmia cilën unë vërtet e pëlqej për ta fotografuar, po ky vend është kaq i bukur sa që edhe në qoftë se ti në fokusin tënd don të mbash njerëz, fascinohesh kaq shumë nga peizazhi sa shkrep gjithsesi. Këtu janë fillimet e mia të para me fotografitë, në kaq për të kthyer tek pyetja yte, në Berlin një kohë të gjatë nuk e kam marrë kamerën në dorë gjatë studimeve të shkencave politikës. Mirë po, më pas, me që aty kisha kualifikimin tim, si thuash, edhe filloi periudha e punës, domethënë, kam në Berlin një periudhë shumë të gjatë të punës dhe një klientel shumë të sigurt, domethënë që është si themi i qëndrueshëm, një klientel të qëndrueshme dhe prandaj është e vështirë të lëshosh një diçka që ke punuar sado që unë për shembull gjatë gjithë kohës do të thoja të kisha pasur kohën të shkruaja libra, mirë po me fotografinë kam fituar lekun dhe
shkrimin ja kam lënë një kohë më të vjetër, domethënë më të të largët në jetën time, siç është për shembull pensionimi. Sado që fillova më herët se pensionimi, por është shkrimi është një diçka që për fat të keq nuk mund ta bësh as edhe në Gjermani për të mbajtur vete. Sado që do doja shumë që ata që shkruajnë, ata që bëjnë art, të vlerësoheshin më shumë nga shoqëria, që të mos detyrohen t'i lënë këto gjëra për të bërë lekun, për të ekzistuar, për të funksionuar, për të marrë frymë e për t'ju kthy prap asaj çfarë ti në fakt e ketë që nga lindja si dhunti. Është një temë shumë e gjerë që mund të flasim me orë të tëra, por për fat të keq jemi në gjithë botën në një sistem ku arti nuk vlerësohet ashtu siç do duhej të vlerësohej. Shumë faleminderit për fillimisht që na tregove ata motive shumë të bukura nga Shqipëria me fotografitë e para që ke bërë ti. Sa në të vërtet ka një vend për një fotograf ose për një autore, sa në të vërtet një vendi ku jeton ose ku gjendet autori ose fotografi është inspirues për vetë, si ka qenë në fakt për ty ajo konkretisht Berlini apo siç the Shqipëria apo tetova vetë prardhe nga ku je ti. Në fakt vendet për ngavim kanë më shumë nevojë për ne. Kjo është fakt. Sepse janë në duar, i numërosh në gishta ata që fotografojnë, por edhe ata që shkruajnë, ndoshta mund të jem e vetmja shkrimtare nga Detova, kemi poete, poetesha, mirë po unë nuk më ka rënë në sy dikush që shkruan romane, dhe është gjuna, sepse ky vend ka shumë histori, ky vend ka të shumë potencial, mirë po nuk e di ku është puna që nuk shpërndahet ky potencial. Kemi historia nga më të çuditshmet, por edhe më frymëzuese për t'i marrë si motive për shembull për romane apo edhe për fotografi. Është e dhimbshme vërtet, sepse ne këtu në Gjermani jemi një pjesë e milionëve tjerë, domethënë që punojnë, dhe në këtë rast edhe mund të ulesh në rangun tënd, domethënë si profesionist, sepse konkuron me shumë të tjerë. Në ndërkohë që atje ku ndoshta mund të shfletonim, domethënë të zgjeronim potencialin ton dhe ku do mund të shihej, ja që nuk ndodhemi. Dhe kjo është ai faci apo fatkeqësia e të qenit jashtë. Unë do doja shumë që vendi ynë të përparoj të ecë përpara, të zhvilloj praktika ndoshta të ndryshme nga ata të cilat ne ose i jetojmë këtu në Perëndim, sepse duhet të kenë guximin siç kanë disa vende tjera të vogla që nuk imitojnë vendet e mëdha, por sjellin bëhen frymëzim edhe për vendet e mëdha. Kështu që unë mendoj që vendet tona të vogla siç është Shqipëria, Maqedonia, Kosova, kanë mundësi, në qoftë se do mendonim fakt ndryshe, t'u jepnin mësim edhe vendeve europianëve, se janë ca gjëra që mund të ndryshohen. Dhe jo duke vazhduar praktikat e njëjta,
se bota në fakt nuk është që është perfekte që ne do mësojmë vazhdimisht nga prej saj, por të mësojmë prej njëri tjetrit. Se vendet e mëdha mund të mësojnë po ashtu nga vendet e vogla. Dhe në veçanti për ndrimin e koncepteve. Se ai sistem që funksionon, prandaj edhe gjërat funksionojnë siç funksionojnë, por një ndryshim i koncepteve ose i qasjeve, qoftë politike, qoftë kulturore, mund të jetë edhe një frymë e re. Dhe ne kemi pak guxim për këtë. Vërtet, nga duhet guximi. Jam i tjetër mendimi me ty, Mimosa. Ti fole pak për krahasimin, për kulturat e ndryshme. Çfarë mund të ketë një estetik shqiptare në art, ose a ka një estetik shqiptare në art? Ta marrim tani për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut apo edhe për shqiptarët nga Shqipëria ose nga Kosova? Unë mendoj se kjo mund të lidhet me atë që thamë më herët, se në fakt vetëm autenticiteti është ajo që na bën neve të veçantë. Se kur harrojmë të imitojmë të tjerët, atëherë ndoshta mund edhe të tregojmë atë specificitetin ton, atë që thua ti çfarë është pikuria e vendeve të vogla apo e artistëve ja po marrim krahasimin me botën kulturore në Berlin, që të mos zgjerohemi më shumë. Si një artist i ri, si një artist i vogël, i panjohur, e vetmja mundësi për të gjetur vendin tënd në këtë botë është jo duke imituar praktikat e vjetra, po duke sjell autenticitetin tënd. Dhe kjo është ajo që në fakt edhe kërkohet. Dhe ky sistem mund të transferohet edhe në sistemet të tjera, qoftë edhe politikës. Autenticiteti dhe ato e kemi, duhet vetëm ta njohim vetë. Shumë temë rëndësi, Mimosa. Pra, autenticitetin ne mund ta shprehim zakonisht më së miri në gjuhën tonë, në gjuhën e nënës, në gjuhën që flasim një periudhë më të gjatë, ose mësojmë ata hapat e para të gjuhës, ose komunikimin e parë që bëjmë fillimisht në familje, pastaj në rreth. Çfarë roli ruan gjuha shqipe në krijimtarinë tënde, tani edhe si autore? Kjo ka qenë një nga temat më kryesore në kokën time në vitet e fundit, që nga libri i parë që kam, romani i parë që kam ndërtuar, sepse unë në fakt shkruaj në gjermanisht, mirë po pastaj i përkthej në shqip. Dhe i kontrolloj në kuptimin e ndjeshmërisë që kanë apo nuk kanë. Dhe kam përshtypjen që ndjeshmërinë në libër ta kuptojmë vetëm në gjuhën tonë anëtare. Sado që unë komunikoj në kohë të fundit ekskluzivisht vetëm gjermanisht, mirë po kam përshtypje që në atë nivelin e ndjeshmërisë që ka një histori, kam përshtypje që ndoshta nuk jam edhe në gjendje ta ndiej në gjermanisht. Dhe prandaj librat e mi botohen në shqip, sepse aty kam sado që më ndihmon gjermanishtja për ta krijuar historinë, po pastaj i kthem shqipes për ta vënë atë ndjeshmërinë e historisë. Dhe veçanërisht në librin tim të dytë, që i kam kushtuar qytetit tim të lindjes të Tollës, kisha përshtypjen që në gjermanisht është e vështirë ti tregosh historitë dhe veçanërisht kuriozitetin e gjërave. Biles, sado që libri është i përfunduar tani në gjuhën standarde shqipe,
Mendoj që ky libër do funksionoj akoma më mirë në qoftë se një ditë do ulem dhe do e shkruaj të njëjtin në dialektin tetovar. Është shumë e vështirë dhe në qoftë se mua më është dashur 4 vite për ta shkruar në gjuhën standarde shqipes, domethënë në një përzierje me gjermanishten, është një proces shumë i vështirë. Por ndoshta do më duhet edhe 2 fishi asaj kohe për ta kaluar në dialektin tetovar, sepse çdo dialekt, siç e njohim edhe këtu në Gjermani, është i përkufizuar dhe është i vështirë për shkruar gjëra komplekse. Mirë po në qoftë se do më shkoj për dore që i gjithë romani të jetë i shkruar në dialekt tetovar, atëherë do ishte vërtet një autenticitet i papar dhe do lexohen fakt vetëm nga tetovarët, sepse të tjerë nuk do e kuptonin. Mirë po atëherë do arrin të lexuesin vërtet. Dhe qëllimi i çdo autori është që të arrijë lexuesin. Do Që kuptoj i edhe unë. lidhen shumë tema. Jo, temë shumë interesante edhe për mua. Unë kam jetuar vetë në Tetovë dhe kuptoj pak dialektin e Tetovës. Por flasim për çështjen e identitetit tani, edhe dialekti ka një rol shumë të rëndësishëm në identitet. Si e sheh identitetin të diasporas shqiptare nga Maqedonia e Veriut këtu në Gjermani? A ka një ndryshim të atij identiteti apo ende po ruajmë atë që e kemi trashëguar, ta themi, nga brezat më të hershëm? Problemi i identitetit është një problem shumë i madh. E shikon edhe ti që nuk po i gjej fjalët, sepse është e vështirë në një kohë shumë të shkurtër të flasësh për një temë kaq të madhe. Unë mendoj që kalimi nga një kulturë në një tjetër ti përzien gjërat gjithsesi. Dhe në veçanti në qoftë se në jetën e një personi është po kaq kohë sa e ke kaluar në një kulturë, po aq kohë sa ke kaluar në kulturën tjetër. Domethënë ti ndodhesh në skajet e një lumi dhe shikon gjithmonë në anën tjetër. Ose siç e kam lexuar në një intervistë, më thuhej që problemi me identitetin është sikur të lozësh me vetveten shah, i themi në shqip shah? Po. 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 Dhe gjithmonë të kalosh në anën tjetër. Në çdo kalim ti e ke kokën shumë të aktivizuar. Dhe truri është i stër ngarkuar, sepse ti në fakt don edhe këtë pjesën e parë, domethënë këtë anën e lojtarit ta luash me përpikshmëri, por don ta luash me përpikshmëri edhe pjesën tjetër. Dhe ndërkohë që ka të tillë që rrinë në të kaluarën, duke e forcuar identitetin e vendit prej nga vinë, dhe ka ekstremistë të tjerë që asimilohen ose dëshirojnë të asimilohen aq shumë sa e refuzojnë prej ardhjen e tyre. Po që dëshira dhe qëllimi i shumicës është që të gjejë një balancim. Mirë po balancimi do të thotë luftë. Se janë shumë kontrere të dy kulturat edhe nuk del i pëlqyeshëm as njëra as tjetra. Dhe ti qëndesh aty në mes. Dhe thua, okay,
cili jam unë, ose cila jam unë. Dhe vjen në përfundim që ti nuk je as ajo, as kjo, po ndoshta je një hibrid, një mes. Dhe në momentin që e akcepton që të qenit hibrid nuk është asgjë problematike. Është një formë e re, të cilën në këtë botë përjetojnë shumë njerëz dhe me globalizimin, me futjen e internetit akoma më shumë njerëz, dhe duhet mësohemi me këtë, sepse mençuri është ti pranosh situatat ashtu siç janë, dhe për momentin ne qëndremi në një situatë të tillë që jemi diku vërtet në mes. Dhe kjo na bën me një identitet të ri, që në fakt nuk është, që nuk do të thotë që ti e refuzon identitetin tënd të vjetër, që nuk do të thotë që e merr formalisht vetëm identitetin e ri, por që është krijuar një identitet krejtësisht tjetër, që të dallon ndoshta edhe nga e kaluara yte, edhe nga e tashmja. Dhe por të krijon ndryshe. Dhe në fakt jemi shumë nga këta që janë diku në mes. Por duhet të solidarizoni pak më shumë. Ai dhe njëri tjetrit sulmen se ti ke shumë pak nga identiteti përparshëm, apo ke ma shumë nga ky identiteti i ri, por kemi krijuar një identitet komplet të tretë, që është për mua okay. Shumë interesant kjo temë dhe ndoshta do mbesim gjithë kohës hibrid ose ndoshta brezi tjetër do ketë edhe sfida tjera që do jenë edhe më të rëndësishme se çështja e identitetit, me çfarë shohim se çfarë ndodh në botë, por fokusohem edhe një herë në Berlin. A ka në Berlin vërtet një skenë të diasporës që merret me kulturë shqiptare, pavarësisht tani është nga Maqedonia e Veriut apo nga vende tjera ku flitet shqip? Është në Berlin zhvillimi i kulturës shqiptare ka pasur edhe disa periudha. Kur unë kam ardhur për herë të parë në Gjermani, flitej që ka pasur një angazhim kulturor përpara, por që është zhdukur. Kështu që unë ndjeva e frymëzuar ta reaktivizova me një iniciativë time shumë të bukur, shoqatëm një shoqatë kulturore që merrej me organizimin e shumë evenimenteve, që nga filmi, muzika, fotografia, piktura e këto, në bashkëpunim gjithmonë me ambasadat e vendit, në të shumtën e rasteve ka qenë ambasada e Kosovës ajo që ka përcjellur dhe ka mbështetur këto aktivitet. Dhe më vonë erdhi një periudhë po ashtu që pas 10 vitesh kam përshtypjen që njerëzit të gjithë jetojnë në një situatë kështu 10 vjeçare, më të kada. Dhe pati disa vite kur nuk pati gati se asgjë. Vitet e fundit reaktivizohen shumë të rinj në shumë shoqata kulturore, por jo vetëm, por angazhohen edhe institucionet pak më shumë se më përpara për të ndihmuar dhe mbështetur ato. Mirë po, për mendimin tim, akoma nuk është i mjaftueshëm. Sepse ne jemi diku 3, tani kam shoqatën tjetër kulturore, që mban një emër tjetër, janë dhe ca shoqata të tjera që funksionojnë, por ka edhe iniciativa që funksionojnë shumë bukur pa qenë të mbështetura nga shoqata, siç është për shembull festivali i filmit, që është organizuar nga një iniciativë dhe jo nga një shoqatë. Mirë po, unë kam përshtypjen që nuk mjafton, sepse kur kam parasysh biles në një takim të fundit me ambasadorin e Kosovës, ai tha që në një
region të Gjermanisë që quhet Baden-Württemberg, janë 34 shoqata të regjistruara të shqiptarëve. Ndërsa në Berlin nuk janë as 4. Kështu që unë mendoj, po ashtu siç mendon edhe ai, që numri i shoqatave është shumë i vogël. Në këtë rast dua që të ndjen të fuqizuar të gjithë ata që duan të fillojnë një iniciativë të tillë, jam në gjendje të ndihmoj në procesin e regjistrimit dhe në procesin e aplikimeve me projekte të ndryshme. Mirë po, nuk është mjaftueshme, sepse këtu në Berlin ne kemi përshtypjen që ka shumë shoqata, por kjo është një mit. Kjo nuk është as pak e saktë. Kemi shumë pak shoqata, duhen shumë më shumë, mirë po jo vetëm regjistrime, por edhe angazhime të mirëfillta. Ky vend është kaq i madh që kemi gati 5 milion njerëz, po edhe shumë shqiptar. Në kohë të fundit ka edhe shumë Maqedonas që kanë ardhur. Është hapur edhe një shoqatë e Maqedonasve, e grave maqedonase, me të cilët unë bashkë punoj. Dhe mendoj që vitet e ardhshme do kemi një lëvizje, po që prap do jetë e pamjaftueshme. Shumë interesant kjo edhe bashkëpunimi tani edhe me bashkombësit tanë atje në Maqedoni të Veriut. I njëjti bashkëpunim do të rezulton edhe në bashkëpunim edhe këtu në Gjermani, ne që na lidhin shumë tema dhe shumë histori të përbashkët me ato. Tani dua të të pyes ty. Aty ku jeton, sa shoqata shqiptare kanë? Nuk janë shumë, në të vërtetë, ashtu është. Janë ndoshta 5 apo 6 që njoh unë shoqata që janë ndoshta pak më të mëdha se nga vetë lokaliteti, se zakonisht kemi këtu shoqata në Rajnë Veriore dhe Vesfalin, kështu quhet edhe Landi ku jetoj unë. Janë shoqata zakonisht që ka shumë lidhje me rajone të vogla apo me qytete nga ku vijnë. Nuk janë kështu të themi shoqata kulturore mbar shqiptare apo kemi të pakta që janë ashtu. Dhe edhe unë gjithashtu i mbështes dhe uroj dhe shpresoj të ketë më shumë angazhim edhe më shumë shoqata, se siç folëm në fillim, para se fillojmë bisedën, për shumëllojshmërinë e shoqatave dhe angazhimin e çdo individi në një shoqatë, por nuk është e mundur këtu në Gjermani ashtu, se me që duhet jetë një grup, po sa i vogël të jetë edhe grupi, aq më mirë, me që do ketë edhe shumëllojshmërinë, ndoshta do merrem me një art që nuk jemi duke folur deri tani ne vetë. Do na inspiron edhe neve për të bërë edhe ndonjë organizim tjetër ose të bashkëpunonim me ato. Kështu që do ishte edhe për mua, do shitja si një hap shumë të rëndësishëm për të zhvilluar kultura shqiptare këtu në diasporë, veçanërisht për ne shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Unë mendoj se tek çdo shoqatë kulturore janë 2 apo 3 persona që angazhohen. Kështu që është më mirë që të kemi më shumë shoqata me 2 apo 3 njerëz që angazhohen, apo të kemi një shoqatë ku janë të mbledhur 100 apo 200 që nuk bëjnë asgjë. Dhe për të bërë gjëra të mëdha, gjithsesi se duhen bashkëpunimet. Po, mund të jetë një hap shumë i rëndësishëm për të ardhmen. Flasim atëherë për të ardhmen sërish, mimoza në pyetjen e radhës që kam për ty, me që je shumë në rrjedha të artit në përgjithësi në botën shqiptare të themi, por me siguri edhe në Maqedoni të Veriut. Si e sheh ti artin tani dhe çfarë të ardhme mund të ketë arti në përgjithësi, por edhe arti tani edhe në fotografi, por më konkretisht edhe në si autore. Ti vetë që sheh artin si zhvillohet tani e përmende edhe vetë se në Tetov ka shumë pak shkrimtare që shkruajnë mbi historitë e tyre, mbi historinë e rrethit nga ku vijnë ata. A ka ndonjë zhvillim, a ka ndonjë impuls që do na jepte shpresë për të ardhmen?
Ka mundësi që edhe të ketë, që unë nuk i kam të njohur, mirë po gjithmonë flasim personalisht, sepse kur i përgjithsojmë gjërat, mund edhe ta kemi gabim. Unë personalisht kam qenë gjatë kohës sa kam qenë shumë e angazhuar në galerinë time fotografike në Berlin, edhe kam qenë vërtet e larguar nga gjitha rrjedhat. Me siguri kanale janë aty shumë të mira që mund të zhvillohen. Dhe unë mendoj që është edhe koha e gjeneratave të reja, që ata ta vazhdojnë atë rrugën që e kemi bërë deri tani. Nuk është ndjem e vjetër, por të faktën shpreh atë dëshirën time që të shikoj të rinj që proklamojnë artin shqiptar në botë, që të jenë më të përkrahur, që nga vendi ku vinë, që të përkrahen atje fillimisht. Por është një praktikë, siç e thamë edhe më herët, e vështirë edhe në vendet e zhvilluara, me që e kam problem ta përdor këtë termin vendet e zhvilluara, sepse kush e cakton se çfarë është e zhvilluar dhe çfarë jo. Mirë po, unë sikur kam një dëshirë apo një ëndër që për sa i përket artit, vendet tona të jenë të guximshme, që të kalojmë prapë tek tema e parë, që t'i ndihmojnë artistët ndoshta edhe më shumë se vende tjera më të mëdha. Sepse vetëm nga arti ne kemi parë për shembull që sa shumë njerëz nga vendet tona kur e kanë pasur mundësinë e kanë treguar veten. Mirë po kur e kanë pasur mundësinë, kurse kanë mundësinë, sa potenciale të mëdha mund të gjenden edhe në qytetet siç është Kërçova, apo Ohri, apo Struga, ndoshta Kumanova. Ti siç e shikon, i poha më dhëm kjo temë, se besoj që shumica e zhvillimeve në përgjithësi, por edhe në art, ndodh në momentin e kur e ke shansin. Dhe do doja që këtë mundësi ta kishin më shumë të rinj që krijojnë. Por është edhe një diçka tjetër që është futur në fat të fundit, për të cilën ne shumë pak vim të bëjmë, sepse jemi të pafuqishëm, digitalizimi, koha që kalojmë me celular, sepse arti e don qetësinë. Edhe shkenca e ka dashur qetësinë kur i ka pasur fillimet e veta, por edhe kulmin e vet. Ti duhet t'ulesh, të shtrihesh në një bar, shikosh në drejtim të yjeve, që të fillosh ta lodhësh mendjen përse ky yll ndodhej në këtë vend dhe jo në atë vendin tjetër, ose përse një ditë tjetër ai zhvendoset. Domethënë e gjithë kjo vjen nga mërzia, apo si do ta quajmë ne në shqip, gjendja e mërzisë. Dhe artistët në botën në të cilën flasim kanë shumë pak nga kjo kohë, kur ata mërziten, nuk kanë çfarë të bëjnë dhe vinë tek idetë më briljante që mos t'i ketë një njeri. Domethënë derisa sillemi ne me në botën digjitale, kemi shumë më pak qasje rreth këtij momenti që sjell ide briljante. Kokën duhet ta kesh të hapur. Dhe për momentin nuk njoh një njeri që ka kokën e hapur
për të bërë gjëra të bukura. Përshkruajt e shumë mirë Mimoza me yjet edhe me mërzinë që na jep kreativitet edhe na hap për hapa drejt artit apo drejt asaj që është e bukur. Dhe mendoj se është një mesazh shumë i mirë, por desha ta bëjmë edhe pak më konkret dhe këtë çështjen e mesazhit, me që me siguri ka dhe artiste të reja që ëndërrojnë të bëjnë një hap në art, edhe nga Maqedonia e Veriut, nga qytete të ndryshme siç the edhe ti. Cili do ishte mesazhi konkret i yti për një vajzë të re që ka frikë të merret me art? Ti qëndroj vetvetes. Të mos ik nga gjërat që i vijnë nga barku. Se shumicën e gjërave që na vijnë nga barku, ne e ndalojmë, sepse detyrohemi ta ndalojmë. Mirëpo, kur i besojmë më shumë barkut dhe pak kokës, nuk e kemi të lehtë. Mirëpo gjërat e mira s'janë të lehta. Unë do doja shumë që një vajzë e re e cila ka me 6 vjet, 7 vjet pasion, për shembull për të vizatuar ose për të kënduar, sepse këto gjëra mund të zhvillohen, por nganjëherë edhe janë aty. Dhe nëse ajo e shikon që është aty, ti besoj më shumë. Ti besoj vetvetes pak më shumë dhe të jetë më intuitive. Mos mendoj shumë me kokë. Është e vështirë e gjithë kjo që them, sepse e kam kaluar vetë. Kam qenë gjithmonë shumë intuitive. Nuk më ka dalë keq, por që më ka dhënë shumë vështirësi në jetë. Prandaj them, në etapa më të gjata, ti besosh barkut, apo ndjenjave të brendshme, apo intuitivës tënde, të del mbar në jetë gjithsesi, por që të kalon nëpër shumë situata të vështira. Ata që e duan komoditetin, të pa kompromis, ata mbeten pa u lëvizur, domethënë, do zhvillohen. Dhe kjo do ishte vërtet dëmsh për një talent. Kështu që për ta bërë sa më patetike, besoj vetvetes dhe mos ndalo së ecuri. Uroj dhe shpresoj të mos ndalojmë edhe ne së ecuri. Shumë faleminderit për bisedën e hapur Mimoza, dhe për përmbyllje e ke edhe kohën që të informosh shikuesit dhe ndëgjuesit tanë se ku mund të dëgjojnë ty. Tani me ardhin e librit tënd të ri, apo për fotografi, apo për kontakte me shoqatën? Për momentin aktuale është romani i dytë, i cili besoj do arri mirë tek lexuesit. Do jetë pak i vështirë sepse jam me pak kompromis me vendin tim ku kam lindur. Në këtë rast jam me pak kompromis edhe me vetveten. Në gjermanisht thonë bëhu lakuriq kur e shkruan një histori. Këtë kam bërë. Dhe shpresoj që mesazhi të arrijë atëherë kur libri të sheh bokimin, apo atëherë kur të lexohet. Në ndërkohë, unë këtë verë kam në plan ca aktivitete me shoqatën time të re që quhet Visual. Dhe aty do takohemi me siguri arbër në konferenca të tjera apo aktivitete të tjera, nëse jo në prezencë, atëherë online gjithsesi. Domethënë, dy projektet e mia për këtë vit janë romani i dytë
dhe starti me shoqatën e dytë kulturore time këtu në Berlin. Çfarë forme kanë projektet, ndoshta mund ta shkurtoj pa folur për detaje. Do koncentrohem tek një revistë e premtuar, e cila do ketë natyrisht edhe versionin e saj digital, mirëpo që do mund të merret në dorë për shqiptarët gjermanofolos nga Gjermani, Zvicër dhe Austri. Ky është një projekt i zemrës. Pastaj projekte të tjera të cilat unë drejt për drejt nuk do t'i koordinoj, do kenë të bëjnë dhe me shëndetin mendor të diasporës shqiptare në Gjermani, por edhe me aktivitete kulturore, të cilët nuk do i marr në fokus, sepse për momentin kam përshtypje që kjo fushë është e mbuluar, ka shumë aktivitete kulturore në Berlin. Mirëpo konferenca për shëndetin mendor dhe një revistë e premtuar janë dy lëmin të cilët unë mund t'i mbush me profesionalizëm. Shumë faleminderit për bisedën, Mimoza, ishte kënaqësi si çdo herë. Uroj dhe shpresoj të takohemi sërish këtu në Zërat e Iliridës, por edhe në eventet dhe organizimet që do jenë në të ardhmen, që janë në të ardhmen tënde, që tregove ka dhe konkretisht plane konkrete, dhe uroj të lexoj dhe të shoh shumë nga ty, libra, fotografi, revista, gjithçka që ka përthon një autore si ti këtu në Gjermani, është frymëzuese për ne si diasporë dhe për shqiptarët të Republikës së Maqedonisë. Faleminderit shumë, Mimoza, dhe uroj të takohemi sërish. Arber, unë me që është dashur në fillim ta them këtë që do them tani, por më mirë vonë se kur. Gjithashtu përgëzime për podcastin që je duke zhvilluar, është një ide fantastike, të cilën ndoshta e kanë pasur disa njerëz në kokë, por që ti e ke realizuar, dhe për këtë respektin tim të pafund, të uroj shumë suksese, si dhe të uroj shumë bashkëbisedues të këndshëm për ty, si dhe kontakte të reja në këtë sferën tonë të diasporës. Ky është qëllimi, dhe uroj që ky të jetë edhe hapi ku do takojnë edhe shikuesit bashkë me mua, njerëz shumë interesant dhe që sjellin shumë të reja, pozitivitet, por edhe me siguri dhe reflektim mbi të kaluarën tonë si kom shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shumë faleminderit, Mimoza, dhe miru takofshim radhës tjetër. Miru takofshim, gjithë mirat.